A ka qenë moment i rëndësishëm? Është bëhet fjalë për një manipulim dhe i mirë masiv. që keni marrë. Manipulim masiv, domethënë të opinionit publik që ka ndodhur atëherë, sepse ka pasur një marrëveshje politike ndërmjet LDK-s dhe PDK-s. Po. Ju kujtohet, marrëveshje politike. Fatkeqësisht sot fjala konsensus konsiderohet fjalë negative, fjalë e keqe, por në fakt është e domosdoshme për institucionet e Kosovës dhe pikërisht se mungon konsensusi, kemi kriza të vazhdueshme. Po kështu marrëveshje politike konsiderohet pazar. Në fakt është fjala më negative që mund të përdorësh për marrëveshjet politike, ato ekzistojnë kudo. Do të thonë, pa marrëveshje politike në një demokraci konsensuale, siç është e Kosovës, nuk mund të ketë asnjëherë institucione. Kosova nuk ka sistem magjoritar. Tazem po e bëj një krahasim me SBA-n. Aty ose fiton Partia Republikane ose Demokratike. Pol të tretë nuk ka. Fituesi i merr të gjitha, e merr presidentin, i merr të gjitha institucionet. Në Kosovë është ndryshe. Ka pasur prej pas luftës qeverisje të përbashkëta. Bile nëse i krahasojmë pas luftës, LDK-ja ka qenë partia e parë apo jo. Disa herë ka dhënë kryeministrin, në fakt deri tek zoti Mustafa e ka dhënë kryeministrin. Për hir të ose të presidentit ose për hir të koalicioneve, për hir të proceseve politike të tjerë. Edhe në atëherë kur është zgjedhur zoti Mustafa, kryeministër, në mënyrë të qëllimshme është keq interpretuar sikur posti i presidentit është më i rëndësishëm. Në fakt, pse sot zoti Kurti dhe falangat e tij nuk i thonë zotit Kurti bëu president dhe postin e kryeministrit ja japim dikujt tjetër. Kur u bë zonja Osmani presidente, e quajtën notere. A ishte kështu? Po edhe presidentet e tjerë pra pas kanë qenë noter. Në fakt, posti i kryeministrit është ai që e ka fuqinë në Kosovë. Dhe zoti Mustafa e mori postin e kryeministrit nëpërmjet marrëveshjes politike. U zgjodh apo nuk u zgjodh, zoti tha që nuk ka qenë as përgjegjësia imja dhe as faji im, nëse konsiderohet faj. Unë mendoj që është të respektuar marrëveshja politike që ka pasur atëhere, ndërmjet LDK-s dhe PDK-s, por sigurisht që është bërë propaganda e jashtëzakonshme, është përdorur dhunë, gaz lotësiellës e tjerë. Të njëjtët sot dalin dhe vajtojnë pse ai është në Hag. Domethënë ka një hipokrizi të jashtëzakonshme, i shkojnë atje, bëjnë sikur tani u bë i mirë, tani o ka qenë i mirë atëhere dhe është edhe tani, o ka qenë i keq atëherë dhe është edhe tani. Domethënë është thjesht është pjesë e një procesi të manipuluar publik. Pra po thoni që kur është një proces, kur ka marrëveshje politike, duhet të qëndrojnë në sallë. Jo, nuk është puna duhet të qëndrojnë në sallë. Marrëveshjet politike duhet të respektohen. Po, kjo pra është. Në momentin që nuk respektohen marrëveshjet politike, ti ke mundësi të Megjithatë, pra atë marrëveshje politike disa prej deputetëve nuk e kanë. Ti ke mundësi të mendohesh derisa ta bësh marrëveshjen politike. Momentin që e bën atë marrëveshje ti duhet ta respektosh. Sepse krijohet pastaj mungesa e besimit ndërmjet subjekteve politike. Tani e pat vjet ju procesin politik ku LDK-ja nuk guxonte të hynte në koalicion me vetëvendosjen. Pse? Sepse nuk i është përmbajt marrëveshjes politike të vitit 2020, apo jo. Pra është thyer besimi në mënyrë të jashtëzakonshme. Sot nga kjo pozitë, thoni që keni bërë mirë apo jeni pendu për atë periudhë atje? Për cilën? Pra po flasim për kohën kur është zgjedhur president Hashim Thaçi. Unë mendoj që kam bërë mirë. Keni bërë mirë. Po, unë mendoj që është dashur të respektoj unë dhe të gjithë të tjerët vendimet e partisë. Dhe kanë qenë të gjitha ato të pavërteta, sepse tani do të flasim për punën si ambasadore. Mendoj që kam sqaruar disa herë, unë kam qenë deputete dhe kjo është pjesë gjithashtu e manipulimit. Deputet është pozitë shumë më e lartë në hierarkinë shtetërore se sa një ambasador. Ambasadori zgjidhet në fakt, kalon edhe në filtrin e deputetëve. Deputet nuk ta merr askush mandatin apo jo. Kurse shikoni ambasadorët të cilët janë emëruar sot, ose ata që emëruan në vendin. Kush flet për ta sot? Kush e di sa punë bëjnë? Shohim fotografi nga kjo periudhë. Pjesë e një lufte të jashtëzakonshme ndaj meje, për njollosje, sigurisht, në pamundësi për të më dëmtuar për performancën në punë.